Çfarë tregon kjo për këto grupe atje? E dyta, nëse bëjmë një paralelizëm, sa e kanë kontrollin mbi territorin shqiptar? Ky informacion që erdhi si rrëdhoj e një media të huaj, e cila flet të shkruan për peshën dhe rolin e grupeve të strukturuara shqiptare, të cilët veprojnë jashtë territorit, edhe nga Senegali, duke e përdorur atë si një korridor kalimi, dhe ata për cilën ata flasin që kontrollojnë ato aktivitete politike apo aktivitetet gjyqësorit, tregon edhe një herë për peshën dhe fuqinë e këtyre grupeve, të paktën financiarisht, dhe dyta në lidhjet politike, sepse asgjë nuk mund veprojë vetëm nga pikpamja financiare nëse nuk janë dhe lidhjet politike dhe mbështetjet politike. Sigurisht që edhe në territorin shqiptar, këta grupe vazhdojnë të kenë dhe të shfrytëzojnë territorin për këtë lloj komunikimi, sepse komunikimi nuk është telefonik, komunikimi është financiar, komunikimi është edhe politik, sepse fakti që ushtrojnë aktivitete të tilla dhe përdorin kalimin e këtyre kanaleve tashmë nga Senegali, nga Amerika Latine, drejt territorit, tregon dhe për një herë për peshën dhe fuqinë e tyre që ato kanë. Në territorin shqiptar sigurisht që më shumë se sa droga është pastrimi i parave, sepse droga do të përfundojë në pastrim parash. Dhe pastrimi i parave vjen mbi bazën e një fuqie që ato kanë, qoftë edhe nga pikpamja politike e pushtetit lokal apo tek gjyqësori, sepse operacionet e përbashkëta kanë treguar për lidhje të grupeve me këta struktura të cilët vijnë jo vetëm thjesht për futjen brenda territorit, shpërndarjen, trafikimin, por edhe pastrimin e parave që ka ardhur nëpërmjet ndërtimit, nëpërmjet agjensive të imobiliare apo nëpërmjet turizmit. Madje në një përrëndësim të një investitori shqiptar është thënë që është e rrezikshme sepse këta grupe janë futur dhe në sigurinë ushqimore, në futur tek prodhimi, dhe kjo është bërë akoma dhe më rrezikshme që shkon dhe atakon drejt për drejt dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. Te siguria ushqimore. Do doja të shtoja edhe diçka. Patjetër duke u bashkangjitur asaj që Fationi thot, pra grupet kriminale shqiptare përgjithsisht Shqipërinë viteve të fundit po e përdorin, le të themi, për të pastruar parat që këta të fundit i fitojnë nga aktiviteti kriminal i kryer përgjithsisht jashtë vendit. Por çfarë ka ndodhur vitet e fundit, dhe unë jo më kot e citova, që kanë rënë rrugët e vjetra tradicionale që ne ishim mësuar dhe kemi folur për vite me radhë të transportit apo të trafikimit të lëndëve narkotike. Dhe në